Përshëndetje, Bricja po e Bricja Pesha. Mirë se erdhët në parashikimin e juaj të vitit 2026. Çka ju pret juve në 2026 janë këto. Mas pari po tregojmë që jeni shej i tokës, që i bjen me thonë jeni bajagi material. Tak lekun, tak burekun. S'mundesh ti mi thonë Bricjapi ti japi vitin tjetër. A më dënë po, unazën, janë kardinal, e bajnë barën, i marrin proceset, nuk dorëzohen. Edhe sundus e kanë Saturnin. Saturni, a dini ai mësusi që ju kam kallëzu një mësusi vështirë, që e monin mend që u koni shtirë, por e monin mend që mësimet më të mëdha të jetës ju ka thënë bash qaj mësus. Gjithmonë që shto shkon, ata që në lëndojnë mësë shumëti janë fakt edhe ata që në mësojnë mësë shumëti. E Saturni si sundus i juaji në 2026, çka do të boj? Ai do të dalë në dash, do ta përfundoj pra komplet ciklin. I ka kalu 12 sheja. Do janë nisë për juve edhe kam rrit deri te peshku. Tash është te peshku e në vitin 2026 në 13 shkurt ai dal në ciklin e ri. Në dash, në shej të dashit, i cili është inovativ. Dashi gjithmonë rinis. E për juve kjo ndodh në fushën në të cilën ju do të keni ndryshime në shpinë e juaj, vendin ku jetoni, mënyrën si jetoni, me çfarë kushish silleni që aty, raportet e juaja me anëtarët e familjes. Temat kryesore për juve kanë me qenë distancim nga e kaluara. Shumë me rëndësi që distancoheni nga mënyra e jetesës që keni kalu edhe jetu deri tash. Seriozitet në raporte edhe përkushtim total në raportet e reja. Tjetri event i cili shumë i rëndësishëm për ju po ashtu është një eklips solar i cili ndodh me 17 shkurt. Dhe më thënë 13 shkurtin e monin men shumë mirë, sepse sundusi juaj po nis një cikël 3, totalisht një mënyrë të re jetese. Edhe me njerë mas 13 shkurtit e keni 17 shkurtin një eklips solar, dhe më thënë eklipsohet dielli, eklipsohet e vërteta, diçka ka me dalë në pah, që ndodh për juve në fushën e pareve. Money, it's so funny. Pare miqtë e mi. Pare do të vinë edhe burime të reja, punë të re, një burim i ri financiar, një mënyrë e re fare jetese për juve Bricjapa. Shkojmë me njerë të Urani i cili në vitin 2026 e ndron vendin definitivisht mas 7 vjetëve që ka qenë në dem, ai tashmë del në bineq. Cikël 7 vjeçar, çka do që keni nis para 7 vjetëve, përfundon që tash me 26 prill. Avërsisht që aty datat mos i këqyrni fiks, por në prill, ka fundi i prillit të vitit 2026, një cikël që e keni nis para 7 viteve përfundon. Për juve kjo është në fushën e punës, rutinës ditore, ju duheni me ditë që vetëm me të vërtet ju pas keni me ndryshu diçka të rëndësishme në përditshmërinë e juaj, i bën një punë e re, një mënyrë e re jetese, një vendbanim i ri, një çka do që ka të bajnë me rutinën ditore. Por nëse janë nisni për shembull me punu fitness ose me u marrë me veten në çfarëdo lloj mënyre, është shumë e mirë sepse këto përfshihet edhe shëndeti fizik, besa dhe mendor. Të keni parasysh që Urani do të bi gjithmonë befasi në këtë fushë për 7 vjet me radhë. Ku keni pas Uranin ju deri tash? Deri tash e keni pas Uranin në fushën e dashurisë. Një dashuri që ka filluar para 7 vjetëve do të marrë fund tash. Nëse mundet mu qujt ashtu. Nëse ka qenë dashuri, vetëm dashuri, nëse ka qenë diçka pak ma shumë, edhe ajo do të marrë një tjetër trajt. Nëse jo fund, atëherë do të trajtohet në një mënyrë tjetër. Është shumë me rëndësi që na të ripozicionohemi, edhe sa herë që kemi eventet mëdha, me kuptu që është shansa e mirë na me i vu kufit e ri. Çka i bjen me i vu kufit e ri? Nëse deri tash
unë kam diru që këtë, nuk du mi diru se so kam ban mirë për shëndetin tem. Kujdeseni për shëndetin mendor të dashur Bricjapa. Vazhdojmë me Jupiterin. Jupi. Jupi është, e dini, Jupi është Jupi. Jupi është planeta e benefiteve më të mëdha, edhe ajo gjithmonë na bjen të mira, nëse i gjen të mirat. Nëse si gjen të mirat, atëherë ajo na bjen, na i rrit, dhe më thonë, çka të gjen që ato e s'ma dhanë. Çka me thonë, për juve fusha e 8 është fusha e ringjalljes. Ju po ringjallni të dashur Bricjapa. Po rikrijoheni ose po merrni një tjetër formë, edhe dikush që ka njoft një Bricjap para 7 vjetëve mo nuk do ta njoft të njëjtin. Ju po rriteni, po piqeni, po i kuptoni disa sene. Flasim për Jupiterin, është data 30 qershor. 30 qershor më deri në gjys 2026, shlirë jo. Po të lashe, e keni në raporte, në marrëdhënie, Jupiteri do t'jetë aty te fusha 7, kur të dalë në fushën e 8 që i bjen qershor, fundi i qershorit, 30 qershor i bjen gati Gjikoriku, ju do të transformoheni në një tjetër person. Edhe fusha 8 po ashtu janë edhe paret e partnerit janë një mundësi e mirë që ju me pas favore prej asaj që ka fiton partneri juj. Mundet për shembull me qenë që partneri juj ta fitoj një punë shumë të mirë. Mundet për shembull me qenë që jeta juj intime të zhvillohet bajagisi mirë. Edhe tjetër, kur gjë tjetër, ballkeni prej Jupiterit. Veç kujdesni sa i me bo me gjetë keq, e s'ma thonë edhe të keqen. E kemi Venerën edhe Merkurin retro të dyja në Akrep. Për juve fusha 11. Për juve fusha 11 është Akrepi, e këtu do t'i keni të dyja këto planeta retro. Në cilin periudhë? Në periudhën 3 tetor deri me 14 nëntor të vitit 2026. Këtu tash kemi punë me shoke me shoqe. Shoqënia juj do të ndryshoj, diçka do të kuptoni që dikush prej shoqënisë juj nuk ka qenë bashkëqash shok. Që diçka është punu mas shpinës juj një e vërtet të dalë në pah. Venera edhe Merkuri bashk, të më thonë dashnia edhe komunikimi bashk. Në një fush. Të dyja të shku mrapsht, janë të shku në rikverc. Pse shkojnë rikverc? Se e ka ngabu rrugën. Shkon në rikverc për më kthy në drejtim të mbarë. Kjo do tjetë pak e dhemshme, e vërtet, pak e dhemshme, sepse do të vërteta, do t'i dini, do t'i kuptoni, por prapë se prapë duheni me qenë falimderus, se keni mujtë me nejtë në qata mulli edhe më gjatë, edhe është koha kur duheni me reflektu për me i marrë, me kuptu kënë keni shok kënë një. Vazhdoj me një tjetër eklips solar, jo marrë tjetër, eklipse solare, eklips totali janë 4 në vitin 2026, 2 prej tyre solare, 2 janë lunare, po 3 prej tyre janë totale. 3 eklipse totale në 2026, e ky eklips i cili ndodh me 12 gusht në verë, kujdes, do të ndodhë për juve në paret e partnerit. Shumë mirë, 2-3 herë i keni paret e partnerit. Besa ju pas keni më rahatu. Partneri ju i pare me bosa dush, a ju veç me hargju. Bukur shumë. Trashëgimi familjare, po ashtu mundësia e mirë që të rregullohen të merren disa trashëgimi familjare. Sërish të kemi Saturnin në gjysmë të vitit, nis udhëtimin retro. Nis udhëtimin retro, kam spjegu që ka është retro. Kthehet edhe herë, me na dhënë edhe një shans. Për juve, kthehen problemet e vjetra në familje, për të zgjedhur për definitivisht. Edhe kujdes me raportet e juaja, sidomos me njerëzit që jetoni aty brenda në shtëpi. Me 28 gusht është një eklips lunar, që i vjen me thonë hana eklipsohet në fushën e juj të tretë. Këtu ka komunikim lidhur me një paqartësi, lidhur me një raport i cili ka qenë i rrem. Diku rreth 28 gushtit, ju do të kuptoni për disa rrena që ju kanë bo juve, ose keni qenë të mashtruar për një periudhë shumë gjatë të kohës.
edhe ka të bëjnë direkt me emocionet e juaja. Kujdes, s'keni si me bo, se këta janë eventet të cilat na nuk mujnë mi evitu, po çka mujnë me bo, mujnë me u vetë disu, me kuptu që është proces, në për të cilin të gjithë kemi me kalu, dikush ma herët e dikush ma vonë, edhe me rëndësi është me u kuptu e vërteta. Tjetër eklips lunar, i cili ndodh me 3 mars, që tash me njëherë, mas 3 mujve, ndodh për juve në fushën e në këto, keni mundësin me e kuptu edhe me u zgjeru, me ideja të reja, me kreativitet të ri, me taku njerëz të ri të cilët nuk jetojnë atë ku jetoni ju, me bo marrëdhënie, raporte të ndryshme të cilat kanë me qenë afatgjate dhe kanë me mësu shumë. Është shumë me rëndësi që ju me qenë rahat me veten, pritësia pa keni me pas ndryshime, sidomos në strukturën edhe në atë se si ju a keni ndërtu ma jetën e juj. Ju jeni njerëz që mbijetoni, ju jeni ata të cilë gjithmonë e merrni frytin e se cilit prodhim t'jujit, edhe jeni disiplinum, njerëz të cilët është mirë me ju pas ngatë, pak jeni të rrept për rrethin e juj, po çka me bo. Kështu jemi të gjithë, kemi ka një tmet. Me rëndësi është që ju të cilët keni qef me pas një hartë natale dhe me i kuptu pozicionet planetare ku i keni, ku kanë qenë planetat kur keni lindju, çfarë energjie ju bin, për çka jeni të marrun, për çka jo, çka ju hec me punu një jetë, çka nuk hec, mundeni me më kontaktu, keni poshtë afishume të gjitha dhënat se si marrën kontakt me mu, e paguni, e bojmë terminin, 45 deri 1 orë bisedojmë bashkë, ndash me video, ndash me voice call, nuk ka nevojë fizikisht me qenë këtu. Edhe, pra, kjo është e gjitha çka pata me ju thanë, urime vitin e ri, të butë me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët.